Tashmë Gentën e kemi këtu në studio, me cilën do ta zhvillojmë edhe bisedën. Përshëndetje Genta, shëndetësimet pas këtu në Ekspres. Përshëndetje Lea, falenderoj shumë për ftesën. Edhe për mua shumë kënaqësi. Pra, unë fillimisht dua të përgëzoj për këtë videoprojekt të ri. Dua të pyes pak edhe për procesin e punës, si ka shkuar në përgjithësi dhe tashmë që vetë se është publikuar kënga, si është prit nga publiku, cilat janë ato komentet e para që i ke marrë? Këngën e kam realizu, kam si shkurti kështu me videoklip, ndërsa këngën kështu në studio e kam realizu nuk është tash, është para 2 vjetë ose 3, po e kam lënë si audio kështu, fakt kënga u kone realizu me komplet. E kam lënë një kohë nuk e pata realizu një videoklip tjetër, kësaj kënge, po diçka nuk shkoj mirë, nuk disa pjesë nuk më pëlqyen, ma ndi e lash, e thash du më prapë me bu. Edhe mirë ka shku, ma ndej tash që e bona tash në Shkurt e realizova videoklipin, gjithçka ka shku mirë, ka qenë pak ftov deri sa e kom realizu, deri sa e kom gjiru, po mirë, edhe mirë e kam pritet të tjertë. Familjarët, shoqëria, ku pas shumë komente të mira dhe nga tjertë. Ajo është e rëndësishme fakt kur merr komente të mira. Natyrisht. Po, ti si pra vjen si një balad dashurie, e shkruar nga ti. Na trego pak ka shumë edhe për idenë e këngës dhe kush kanë qenë bashkëpunëtorët e tu, që po besoj edhe ta kanë lehtësuar sa do pak punën. Po, këtë këngë kam realizu, si s'tregova, jo tash, edhe kom shkrujt para 3 vjetë kështu, po më patë mbet aty edhe mandi pata dërgu për një festival Shqipëris, që ka qenë një festivali për masa më të mdoja, edhe po aty nuk hyri kështu në fazën e paras, nuk vazhdoj, mandi mbeti kënga. Tekse muzikën nga unë edhe orkestrimin e këto produksionin e ka realizuar producenti këtu nga Prishtina Qipse, ose Bez Buzuku emërën kështu. Ndërsa spotin, videoklipin e ka realizuar Nuansa Film, së një falenderoj shumë, sepse i kanë gjitha ideti i kanë pas ata, unë vetë kom shku kështu, nuk e kom dit asë dhe që kam kanë tregu, po kom pas ma shumë surprizë kur kam shku në vetëm vendet, i kom dit që cilat i kemi me gjiru. Po besoj shkruan gjithmonë këngët e tua, ku inspirohesh kur shkruan dhe atë ka pëlqy gjithmonë muzika? Muzika po, më ka pëlqy. Ditët që kime u marrë gjithmonë kështu me muzikë? Normal, që më ka pëlqy prej fëmi kur kam qenë, ku edhe kam qenë shkollë mas muzikës dhe kam studiu në Akademinë e Arteve, kam vazhdu pastaj edhe kam diplomu tash edhe në master për muzikë. Kështu që muzika më ka përcjell të rjetës, ndërsa për me shkruj, kam shkruj kur kam qenë e vogël, e di, i kom pas disa fletora me poezi e kështu, po nuk e kom di të ardhën që kom e vazhdu me shkruj, kështu nuk e kom pas se në më kam bo një tekst shkruse, ose kom shkrujt edhe për tjere, veç për vetën, po nuk e di, ashtu ndodhi si spontanesht, ma ndë e fillova për vetën, inspirimen mund e me thonë nga njerë ma shumë të tjertë, disa tema ndryshme jetësora, nga njerë diçka prej vetës, po ma shumë të tjertë dhe mundona me marrë diçka që me paraqit në formë si lloj poezie, në formë tekstet. Po, tashmë vetë se vera është duke na u afru, a i ke mendu me ardhë dhe me ndonjë muzikë shtu të pak më argëtuse, apo do t'i qëndrosh besnike e baladave? Besnike, po, gjithmonë baladave, më ndoj që jam ma shumë për balada, po edhe ndonjë këngë nuk është që kam përgadit diçka, po si dihet, po ma shumë e mbronja, po diçka, ahingja diçka, po besoj që do të vire me muzikë. Po si e vlerëson tregun e muzikës në vendin tonë dhe sa ka qenë e vështirë për ty të dëpërtosh në këtë industri? Tregun muzikor e shoh shumë laramani, disa këngë, si me thonë, shumë zhane ndryshme. Disa po më pëlqejnë, disa s'po më pëlqejnë, po artistat po vazhdoj me kriju, apo producent me thonë, ose tekstshkrues ose muzikantet. Nuk e di, mirë, disa pjesë po më pëlqejnë, po kështu, e sa e kam pas vështirë, paka shumë une këngë që i kom kriju vetë, me disa bashkëpunëtor, nuk është e lehtë fare, me të tregu drejtën, po ndoshta që kam e këtë aftësinë edhe me kriju, ma ka lehtësu shumë, se muzika është kogja e kushtueshme, edhe ma ka lehtësu edhe kanën financiare, edhe
e di çka po du, po pse jo me bashkëpunu edhe me shkruesa apo me muzikantë tjerë, kështu. Po ndoshta të plotëson edhe kjo pjesa ku gjërat pak a shumë shumicën e punëve i bën vetë. Po. Si kam edhe disa bashkëpunëtore edhe nga ana e për shembull edhe veshjeve. Këtë rast po du me falendëru edhe Lance Couture për njërën prej veshjeve, një fustan që shihet aty, ka qenë çka kom dashur si një fustan. Edhe ato kanë qenë që janë përkujdes për mua, i përshëndes shumë. Edhe kështu, edhe gjithashtu për grimen e kam edhe grimerën time. Po. Personale, unë i tham nga njerë, është kunota ime, etnikja, cilën e përshëndes, po në këtë rast, në këtë spot jo, po në tjerat ku performaj gjithmonë është për mua. Ka qenë me ty. Edhe unë i tham edhe me ka partise personale, se ka një talent, një aftë madhë. Po çfarë mendon se të veçon ty si këngëtare? Që kam veçon? Kjo ndoshta edhe që shkruaj vetë, edhe që jam paka shumë ka ona balodeve ma shumë. Po, më shumë me dashurin ke punë. Po ta dhejme qëto, ha? Njërën anë, po ndoshta edhe diçka tjetër, na edhe në një tem tjetër, pse jo. Po. A je aktive në për mbrëmje muzikore, sepse e di që interpretimin live nuk e ke fare problem. Qëndron besnike kësaj pjese. Edhe në përmbrëmje muzikore, je aktive, apo jo? Po, jam gjatë gjithë kohës, mendoj që e bëjmë më smiri këtë pjesë, edhe ndoshta edhe shkollimi në këtë drejtim ka ndihmu shumë edhe për aktivitetet dhe performancat live. Jam gjatë gjithë kohës, këtë muaj jo shumë, po tash kom e fillu po besoj, edhe kënaqem me muzikë live është gjëja ku e gjej vetën mas shumë të. Po ashtu, duhet di pak edhe për festivalet në përgjithësi, çfarë mendimi ke në festivalet si në Kosovë, si në Shqipëri, çfarë raportesh ke me festivalet? Mirë, kam qenë edhe ma herët, tash po synoj këtu në Kosovë me marrë pjesë, besoj, ose si vjet ose vitin tjetër, ndonjë festival më të madh kështu, po edhe në Shqipëri, po nuk është e lehtë. As aty nuk është e lehtë, derisa të pranohet kënga, derisa të ketë gjitha ato që ata kërkojnë të një këngë, nuk është e lehtë, po duhet me synu që me kriju ashtu që të pranohem dhe të vazhdoj në festival. Kujtojmë pa ashtu që edicioni i dytë pra i festivalit të këngës në Kosovë e gjeti motrën tënde, Greta Azizin, me çmim të dytë. A ke menduar e the, po, e ke menduar... Unë duhet motrën në përmand. Po sigurisht, sepse pasi që e ka fituar edhe çmimin e dytë, është goxha arritje kjo, ha? Po, nuk e kemi prit, besom që nuk e kemi prit, edhe nuk është për shkak të këngës, po konkurenca e madhe. Besoj që aty Greta nga performanca dhe nga kënga, po mendoj që ka dhe këngë tjera, nuk i dihet, po për neve ka qenë një ndjenjë shumë e mirë, kur e kemi pa ku mbetën Greta dhe performuesi tjetër, cili do t'jetë fituese, po për neve është një arritje madhe, deri në vendin e dytë, për herë parë ka marrë pjesë. Edhe një festival i përmasa shumë mëdhaja, unë kam qenë atë, sepse në edicionin e parë unë kam qenë atë ekskluze një këngë, nga Armal Demire, që ka performu këngën Mere, unë kam qenë të ekskluze e këngës, nga edicioni parë edhe kam qenë gjatë gjithë kohës atë, edhe më prapaskena, beson që zhvillohet një punë shumë e madhe, edhe për herë parë në Kosovë, është një sukses i madhe. Sigurisht. Po, pasi jemi tek motra jote, pra Greta, kemi pa që e keni ndarë edhe skenën bashka. Mendoni me e sjellë edhe ndonjë bashkëpunim të ri? Po, bashkë me motrën? Unë e komendu këtë, po një këngë që unë e kom kriju, Greta pak ka... Nuk i pëlqejnë shumë disa këngë, e ka një lloj stili, edhe do të me gjetë një lloj stili që nga përshtatë të dyave. I bëni kritika njëra tjetrës, tha jo, tha nuk po du, tha s'kkëtë zhandër, pak si folk si kështu, tha nuk po pëlqen. Po tha s'kështë dalë mirë se kom bo për një dyja. Nuk dishë kështë që, po besoj nga i këngë tjetër, se jo. Po Genta, si ka qenë fillimet e tua pra në muzikë dhe nga të rego pak edhe për artistët që ndoshta të kanë inspiruar gjatë asaj kohe? Rrugtimi mas parti shkolla mes e muzikës, në solo këndimen që kam përfundu. Ma ndej disa performanca live me kore shkollës këtu që kemi pas në shkollët mesit muzikës. Këtu Prishtinë vazhdova me muzikë live, disa festivale.
tash që kryova disa këngë e kështu, po nuk është e lehtë, duhet shumë punë muzika, ne shumë vetëm si kënga ime që ke 4 minuta, kështu vetëm produktin final. Mirë po mbas kësaj janë shumë gjana që duke filluar nga teksti, muzika, produksioni, mandej ideja e videoklipet, mandej një femna që kemi veshjet, garderobën këto, dukjan, shumë gjana deri te realizimi final. Kërkon shumë, po duhet punojmë. Unë gjithmonë them që duhet punojmë, duhet të ndalim edhe besoj që do të bëhet diçka mirë. Po sigurisht edhe kur e do profesionin tënd dhe atë që bën, ajo është, po më duket edhe motivi kryesor që vazhdosh përpara. Po, duhet ndalim edhe tek një arritje tjetër e jotja, pra keni diplomuar në Fakultetin e Arteve në dekën e muzikës. Besoj edhe kjo është një arritje goxha e madhe për ju personalisht, apo jo? Po, unë kam diplomuar para disa vite në bachelor, po tash master, e kam vazhduar pas disa vitesh, mbasi fillova, tash të e përfundoj deri në fund, edhe ky ishte edhe një sukses i imi, po besoj që nga ana akademike, dhe familja gjithashtu u gëzua, kështu që mirë, më ka ndihmuar edhe kjo nga ana e muzikës edhe nga ana tjetër që performoj edhe këngë që i krijoj, edhe kjo është një ndihmës goxha e madhe, sepse është një profesion goxha i vështirë. Po cilat mendon se janë sfidat më të mëdha që e shoqërojnë një artist në vendin tonë? Depërtime, dalja, njohja njerëzve, të bësh emër, të afirmohesh pak a shumë. Nuk është e lehtë, ndoshta bën shumë këngë edhe ende nuk njihesh. Mendoj edhe muzika është investim shumë i madh në vete, kërkon investim. Unë tregova si nga tekste këto tjera gjitha për të realizuar një videoklip kërkon shumë investim. Gjithashtu edhe performancat njihesh edhe performanca edhe në vende ndryshme, jo vetëm këto, por edhe jashtë. Të bësh emër me një fjalë nuk është e lehtë, po duhet të vazhdojmë. Nëse do doje të bëje një bashkëpunim, me cilin artist ose artiste do doje ta bëje, kështu ndoshta edhe që të përshtatet në stil dhe mendon që ishit përshtat në bashkëpunim? Nga këto apo? Nga këto ose kudo? Po ndoshta gjithmonë them edhe këto është vështirë. Po. Mandej edhe jashtë gjithashtu edhe më vështirë. Nuk e di, unë nga stili apo nga këngë që i bëj edhe i këndoj, ndoshta mund të them këngë të Limonit që i ndëgjoj, edhe gjithmonë i përmeni edhe Fifin e përmeni, se i ka disa këngë, po flas nga ana profesionale gjithmonë, se kështu personalisht nuk i njoh, po vetëm po flas nga ana artistike që këngët e tyre. Mendoj që këta dy, edhe ndonjë tjetër se disë më kujtohet, po diçka më kështu përshtatet. Po ka edhe këngëtar tjetër ndoshta. Po ja i vlerësoj shumë këngët e tyre nga ana profesionale, kështu edhe në treg muzikor që i kanë, i ndëgjoj edhe kështu i vlerësoj goxha lart. Ndoshta mund të kesh ndonjë bashkëpunim në të ardhmen, pse jo? Po për fund duhet pyes pak edhe për planet që do të shoqërojnë pra në vitin 2025, a ke menduar cili është ndonjë këngë tjetër, ndonjë projekt, ndonjë pjesëmarrje në ndonjë festival apo diçka të tillë? Po synoj kështu në një festival pak, unë po them për mos më të mëdha kështu tash, po synoj vetëm duhet ta kem ta finalizoj këngën që cilën po du, edhe këngë po pse jo. Do të thotë i ke në plan. Gjithsesi. Po më shumë prej repertuarit tem krijues. Po edhe prej tjerëve kishte janë mirë se ardhur. Sigurisht, po. Unë po të falenderoj shumë që gjithë të me qenë pjesë e Ekspresit dhe i ndave me këto informacione edhe rreth vetës, por edhe planet që do t'i kesh në vazhdim. Je gjithmonë mirë se ardhur këtu, kështu që faleminderit. Faleminderit edhe për juve. Ke kënaqësi. Gjithashtu. E të dashur shikues, tani po shkëputemi për pak marketing, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni me ne sepse shumë shpejt rikthehemi këtu.